Monika, kryemadhi e ftuar në një studio televizive, ka folur për divorcin e saj me Ilir Metën. E pyetur nëse e kishte menduar ndonjëherë që do të mund të arrinte deri këtu, kryemadhi tha se nuk e kishte menduar, por jeta është e paparashikueshme. E kishte menduar ndonjëherë që pas të 50-ave do të ishit në këtë situatë që jeni sot? Kryemadhi: jo, që të sjell minuti nuk të sjell sekondi. Nuk e kisha menduar, prap më duket si një ëndër e keqe. Që do kaloj? Kryemadhi: ndoshta nuk do kaloj, por ti mësohesh. Thonë që koha është shëruesi më i mirë, por unë nuk mendoj se koha është shëruesi më i mirë. Unë mendoj se ti mësohesh me problemin dhe filloni përshtatesh një jetë të re, një standardi të ri të jetuari, por edhe të rrethit shoqëror me të cilin ti jeton dhe punon. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.